Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi atë që po ndodh me Belinda Ballukun, teksa ajo pritej të paraqitej në SPAK ditën e sotme, por në fakt është larguar drejt Rumanisë ku ka zhvilluar një takim pune me homologët e saj europian atje. Por çfarë po ndodh me vet Belinda Ballukun? A është duke u përpjekur ajo të shpëtojë drejtësisë apo është duke negociuar në rrogoz me Edi Ramën për të shpëtuar SPAK-ut? Apo nga ana tjetër mund t'ja mbath ashtu si ç'bëri edhe Arben Ahmetaj, edhe ky ish zëvendës kryeministër. Për të folur për këtë çështje dhe për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Due Pietra. Zoti Pietra, përshëndetje. Përshëndetje juve. Zoti Pietra, çfarë po ndodh me Belinda Ballukun, e cila duhet të paraqitej ditën e sotme në SPAK ashtu siç ishte thirrur dhe bërë ditur më parë? Por ajo është larguar drejt Rumanisë ku ka zhvilluar dhe një takim pune atje. Atëherë na ligji këtë ka parashikuar dhe nuk mund të anashkalohen për hatër të askujt. Në momentin që është thirrur për dëshmo, nuk ka problem fare, mund ta shtyni 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, por ama ajo nuk ka thënë që nuk vjen. Dhe nëse ajo do kishte thënë që unë nuk pyes fare për ju, do ishte drejt institucionet që të kishin ngrit problemin që ekziston. Duhet të sqaroj që është shumë e rëndësishme edhe për shqiptarët, edhe për politikën, edhe për krahët tjerë politik, si thonë. SPAK-u tani në këtë moment ne shohim që ka kallëzime penale nga më të ndryshmet dhe i ka nga kundërshtar politik. Ministrat janë ekzekutiv dhe normalisht ministrat nuk kanë lidhje me tendrat ose me këto veprime. Janë institucionet e varësisë të ministrit ose të ministres që kryejnë veprime ato të mbështetura në ligj. Nëse do shkelen ato veprime, pra do thotë që faji nuk ka si me kendi ministrit ose i kryeministrit ose institucioneve të tjera. Por është faji, është direkt i personit i cili ka kryer veprime në kundërshtim me ligjin. Në qoftë se vërtetohet nëpërmjet akteve, nëpërmjet deklarimeve, nëpërmjet kallëzimeve të këtyre drejtoreve ose këtyre drejtorive të institucionit që ne kemi marrë urdhër o largim nga puna, ose me firmos një dokument, ose për t'ia dhënë tendrin dikujt, ose shumë gjëra të tjera që implikojnë ministrin, jam shumë dakord. Derisa të arrijmë aty, ne nuk e dim asgjë çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Të paktën SPAK deri tani e akuzon nga ajo që është bërë publike për shkelje të barazisë në tendera. Tani në qoftë se ne do themi shkeljen e barazisë në tendera, pra do thotë që SPAK-u ka arrit në atë pikë dhe nuk ka nevojë fare që të kryejnë veprime derisa ka shkel ligjin ministra, duhet kishte marrë masat e menjëhershme deri në heqjen e mandatit dhe arrestimin e saj ose marrjen e masë të detyrueshme nga gjykata. Por derisa nuk kemi pra një diçka se mund të jetë regjistru vepra penale jo me emër, çka do thotë që është rasti i Lulzim Bashës, që nuk regjistrohet me emër, por ama regjistrohet në përgjithësi si precedim penal. Dhe ky precedim penal pra mund të arrijë 1 vjet, 2 vjet edhe nuk ka fare probleme. Ndërsa në qoftë se ne do themi që SPAK-u po punon me 2 standarde, do kishte vetëm një gjë që prokuroria do të kishte shku në gjykatë dhe marrë një masë për personin në cilin e ka ndan hetim. Derisa nuk ka arrit të ketë e nevojshme marrja një masë të kësaj natyre, pra jemi në kushtet kur nuk ka gjë për të shqetësuar as shqiptar, as kryeministri, as zëvendës kryeministra dhe as qeveria. Sepse nuk mundesh që ti të vesh në shërbim të opozitës për hatrin e proceseve që janë në vazhdim. Në këtë rast, apo përpiqet Belinda Balluku me këto lëvizje që t'i shpëtojë drejtësisë, apo mendoni se brenda kësaj jave do të paraqitet në SPAK? Tani unë ta them me binje krejt plot që unë nuk kam asnjë lloj ndikimi, qoftë me të majtë, qoftë me të djathtë, por mënyra se si interpretohet
Belinda Balloku po largohet nga Shqipëria, as nuk i shkon mendja që të largohet nga Shqipëria. Pra, nuk ajo e njeh veten e vet, kaq të pastër në kuptimin e fjalës, për akuzat që janë bërë, ajo mund të jetë shumë e ndërlikuar, po për këto akuza të ngritura nga nga opozita, partia tjetër, nuk do thotë që ka ndonjë problem, sepse këta një këtë punë kanë bërë gjithmonë. Pra mund të jenë 50 kallëzime, 60 kallëzime, 100 kallëzime të krahëve politik kundër njëri tjetrit. Dhe këto i bëjnë për të humbur gjurmë dhe për të mbledhur gojën fshatarëve, qytetarëve dhe bizneseve, duke u marrë me këto probleme dhe harrojnë punët e tyre. Pra ajo nuk bëhet fjalë që ajo mund të largohet nga Shqipëria për një akuzë të cilën e ka, edhe mund ta ketë regjistruar Spaku, varet se si, por ama duhen prova, duhen gjetë deklarime të krahëve që vërtetojnë këtë fakt, që implikojnë këtë me nëse kemi disa telefonata që pretendohet se ka folë në telefonat, konteksti i telefonit nuk është më, pra duhet që ta kuptojnë edhe shqiptarët, edhe gjykata kushtetuese duhet ta mbrojnë se çfarë flasun me një njeri dhe çfarë flet ai me mua. Nuk kanë lidhje fare, nuk mund e shtit të merresh sa prova për të implikuar personin tjetër me dashje për të hatër të krahëve politik. Çështja e arratisjes është ngritur nga opozita, por edhe në opinionin publik për shkak se sapo doli njoftimi nga Spaku, të paktën në rrugë mediatike, Belinda Balloku është faq në Zvicër dhe më pas ditën e sotme e shohim në Rumani. Ndërkohë kemi edhe rastin tjetër të Arben Ahmetajt. Dhe në këtë rast ka mundësi dhe gjasa që Belinda Balloku të arratiset si Arben Ahmetaj? Për Arben Ahmetajn e kam deklaruar ditë dhe i kam thënë, unë kam qenë në një media dhe i thash, nëse Arben Ahmetaj nuk arrestohet sot, nesër pas nesër ai do largohet nga Shqipëria dhe do kërkojnë azil dhe ja kam pas përcaktuar se ku do kërkojnë azilin. Ndërsa Belinda Balloku as nuk i shkon mendja që të arrijnë për të kërkuar azil në një kohë kur nuk ka asnjë lidhje të asaj rëndësie që ajo mund të largohet nga Shqipëria. Dhe Belinda Balloku nuk munden pra as Spaku, as një institucion që ta marrin të pandehur dhe ta çojnë në burg. Ajo mund të ngrisin akuza sa dush, por ama ajo mund të ketë bërë gjithçka, po them edhe herë. Po derisa Spaku nuk ka arrit që të krijojë një provë bindëse për t'ju drejtuar gjykatës për të marrë një masë ndaj saj, nuk ekziston asnjë provë, vetëm thjesht janë muhabete dhe lojra politike të krahëve herë majtë herë djathtë. Ndërkaq bëhet e ditur se Spaki ka dërguar një fletë thirrje të dytë në adresë të Ministrisë së Energjetikës dhe Infrastrukturës Belinda Ballokut për të paraqitur në një nga ditët e kësaj jave. Nëse Belinda Balloku nuk paraqitet në Spak, çfarë parashikon ligji në këtë rast? Atëherë ajo mund mos paraqitet, po mund të dërgojë një shkresë zyrtare, të cilën e thotë që për arsye shërbimesh ndodhen deri me datën kaq dhe unë do të paraqitem. Nëse çon këtë shkresë, pra është një shkresë në email, e cili i drejtohet Spakut, nuk mund ta akuzosh dhe nuk mund të vish pretendime që ajo do fshihet ose nuk do të paraqitet. Pra, herën e parë i çon shkresë, herën e dytë përsëri i çon shkresë. Nëse ajo nuk arrin të komunikojë me Spakun ose përfaqësuesi i saj me komunikume me oficerën e policisë gjyqësore, atëherë ata do të kërkojnë me çdo kusht marrjen e një mase, ti kërkojnë parlamenti pra heqjen e mandatit, ka disa procedura të cilat prokuroria po të dojë dhe po të ketë prova i fillon. Por mendoj unë që ajo prokuroria, Spaku, ka prova të vogta, nuk ka prova bindëse dhe e din që po të shkojnë gjykatë dhe gjykata do i thotë jo, nuk ta jap lejen. Çfarë do bëjnë pastaj Spaku? Pra, ajo e ka një bindje në trunin e vet. Ajo e ka kriju idenë që ajo nuk ka prova Spaku ose edhe ato prova që janë të dërguar nga krahu politik me e trondit, por se mund t'i bëjnë gjë? Jo. A ekziston rreziku i marrjes së saj me forcë për në Spak nëse ajo nuk paraqitet vetë vullnetarisht
për të përballur me akuzën e SPAK-ut ose të paktën dokumentacionin që do t'i paraqesin? Po s'du më zotëri mu paraqitur SPAK. Kush e më detyron mu paraqit SPAK? Unë s'du fare. Ti në qos të dërë shko merë mas në gjykat. Qos të kem gjykat aty drejt, hajde merë. Po nuk ka për t'i dhonë gjykat aty drejt për të marrë një mas. Qoftë mas detyrimit mu paraqit. Pra janë rregulla këto. Dhe nuk mund të bëjmë për qefin e krahut majt apo krahut djathtë për të luftuar njëri tjetrin. Do të ikim këtyre gjanave në Shqipëri. Nuk mundën ama të punojmë privatisht ose nëpërmjet politikës. Duhet një herë mirë të heqëm këto veprime. Janë antinjerëzore, antiligjore. Pra ju mendoni se SPAK-u nuk i ka kopsitur sa duhet dosjen e Belinda Ballukut pavarësisht akuzave ndaj saj dhe për këtë ka drojtje që ti drejtohet gjykatës? Pa jap me garanci që nuk ka prova, se po të ishte prova nuk do njekte këtë praktik, hajde jep deklarime. Pse do shkonte me dhënë deklarime? SPAK-u fare mirë do kishte, pra ka vite që po vazhdon duke mbledh prova. Nëse do kishte mbledh prova, do i drejtoi gjykatës. Dhe s'kishte nevojë të merrte Belinda Ballukun për ta pyetur. Regjistrimi i procedimit penal, për mendimin tim, duhet të jetë lidhur me një çështje, po jo me persona. Dhe unë të marrë si person, por ama nuk kam ngrit akoma një akuzë për Belinda Ballukun ose për X-in e Y-in. Dhe SPAK-u derisa nuk i ka këto prova, ai duhet ta thrasin manej në fund, i thotë zotëri do vish tu të firmosish marrjen si të pandehur. E ka marrë SPAK-u si të pandehur? Ja. Nëse e ka marrë, do t'i kishte qenë gjithë dosjen për ta verifikuar, për të parë atje me dhënë shpjegimet e veta. Derisa nuk jemi këtu, do thotë që gjitha janë lojra të cilat po bëhen në Shqipëri. A ka gjasa që Belinda Balluku gjatë kësaj kohe që nuk po paraqitet në SPAK, pra për gjatë kësaj jave në këto ditë po fiton kohë dhe ndoshta po negocion me kryeministrin Edi Rama, apo edhe mund të prish provat? A ekziston një skenar i tillë? Po nuk mund të ekzistojnë sepse nuk jemi akoma të precizuar në akuzën që jashtë bë. Dhe derisa nuk kemi një akuzë të mirë fillt, nuk ka asnjë gjë që ajo mund të fshehet për këtë situatë. Nuk ekziston fshehja. Dhe ta largojnë trunin gjithë ata që pretendojnë që kjo po i fshehet SPAK-ut. Nuk i fshehet, nuk ka çfarë të fshehet. Por edhe kjo, nëse do kishte SPAK-u një diçka konkrete, do i qote shkresë dhe do i thote anullimin e të gjitha veprimeve të tuaja me çdo institucion. Dhe derisa SPAK-u nuk ka marrë një mas për ta pezulluar nga një aktivitet ose një veprim të tillë, atëherë jemi vetëm të vokt, jemi pa prova, jemi për të kriju një tymnaj për mu, për sa i përket për të ndihmuar krajin tjetër politik. Ka raportime të ndryshme, por edhe ajo që përflitet nga SPAK-u që struktura e posaçme ka rënë në gjurmët e Belinda Ballukut, nisur nga zbërthimi 4 telefonave që janë sekuestruar ish kreu të ARSH-s Erviz Berberit. Në këtë rast, sa përbëjmë prova, komunikimet telefonike apo dhe vetë mesazhet që ajo ka zhvilluar me vartësit e saj? Po varet, pra duhet që këto prova të jenë të mbështetura diku. Nëse do ta marrim një tavolinë me një kam dhe as me 2 kam nuk rrin. I dën minimumi 3 kam për të nejtë tavolina. Dhe këto prova të cilet pretendohen kanë një kontekst tjetër. Dhe për si e kanë kontekstin, dhe jo pa qëllim e kanë thirrë që çka ke desh me thanë me këtë mesazh. Po marrim një shembull. Por duhet ta kuptojmë dhe të marrim masa një herë një institucionet e drejtësisë shqiptare që me këto matrapasdhëqe, telefonatash, me këto përgjime, nuk mund të shkojmë më as në Europë, as askund. Pra se këto janë tridhime dhe janë mekanizma të kohës në veri. Nuk janë më mekanizma. Asaj i arrestun gjyshin, i avran gjyshin dhe të njëjtën gjë po kërkojnë me i bë edhe këta tjertë. Zoti Pjetra, si mendoni, Belinda Balluku do të ketë të njëjtin fat si Arben Ahmetaj apo si Erion Veliaj? Si asnjëri, s'ka lidhje me të fare. Për mua.
nga ana deri tani, prova, unë po them ligjërisht, ma ne privatisht mund bëjnë çfarë don. Mbas ligjit, ajo është krejtësisht e qetë në punën e saj. Dhe nuk tregon asnjë arsye dhe asnjë frikë lidhur me veprimet e saj. Sa i ngarkon atë fakti, sa i përket aspektit ligjor, që ajo ka firmosur çdo VKM të kryeministrit Edi Rama në mungesë të tij? Po tani, ajo nuk mund shkote mi aqu as Clintonit, as Bushit, as një presidenti tjetër, po ajo ishte për atë punë për t'i firmos. Dhe kur arrin me firmos, nuk ashtë ajo që mund përgjithësi për firmën. Ajo firmos, ato që i sirën institucionet, pra qoftë arrëshëja, qoftë keshi, qoftë tjetri, pra ajo i firmos. Janë persona të tjerë që pagohen për të parë, për ta zbarë, për t'ia dhënë me rekomendim, për t'ia treguar se çfarë bëhet në një vend dhe një tjetër, për të arritur në konkluzionin që duhet firmos apo jo. Nëse do kishim arritur që atja t'i thonë që unë nuk e firmos, kishte thënë drejtori po themi i arrëshës, unë nuk e firmos këtë, sepse është shkelje ligjit. Dhe nëse ka firmos ai dhe ja çon ministres për firmën, atë çfarë ndryshon këtu? Sepse shteti nuk bëhet me një person. Shteti bëhet me gjitha zëngjirat, deri në aty. Dhe e delegume, kur flitet fjala e delegume, tani, unë jep një prokur dikuj për t'ja mos për mu. Po ai s'bën përgjësi, më zotëri. Përgjësinë e ka ai, personi që ka përgjësi, jo ai që nuk ka përgjësi. Unë jam për shembull avokat, më jep dikush për të bërë një kallëzim penal, më jep për të plotësuar një kërkesë, dhe më thotë ti do të nënshkruash në emrin tim dhe firmën time për kërkesën që bën. Dhe unë tani jam avokat, do marr një përgjegjësi për një kërkesë që i kanë bërë institucioneve, jo më zotëri. Pra këta punojnë ala, pra jetojmë në vitin 2025 dhe ala jemi në vitin 1956-57. E kupton ku. Pra, ne jemi ala me ato kodet penale, me ato që në ato vite, më. Është merri më i madh. Pra, jemi në krye të shkollës magistraturës me komunistat më të vjetër e madh që ka Shqipëria më. Dhe ato literaturë, ato ne i servirin to. Zoti Pietra, pra në këtë mënyrë nisur dhe nga kjo analizë ju bët, pra Belinda Balluku ka gjasa që t'ja hedh drejtësisë. Po nuk ja hedh, s'ka punë fare mo, ja kupton. Nuk kanë pse me menu. Kjo është, kur t'ja thuj ja hedh drejtësisë, do thotë që këta populli edhe pjesa e majt ose e djathtë së s'ka rëndësi, ata menojnë që i ka bën gjitha. Dhe ata po pretendojnë që ja hedh. Fjala ja hedh është që duhet themi që nuk ka me të hedhun, është me ligj. Nuk e ka shkel apo ka shkel ligjin. Nëse e ka shkel ligjin do përfundojë në burg. Nëse nuk e ka shkel ligjin nuk kanë çfarë më bë. Dhe qetësia e saj dhe e gjithë institucioneve është qetësi që nuk është qetësi, nuk është vrasëse. Është qetësi normale e mbështetur mbi bazën e ligjit. Të njëjtën gjë kanë bërë 35 vjet të gjitha këto qeveri, majta djathta, duke lujtë sa në saktë. Dhe qëllimi kryesor ishte me i marrë më zotëri, jepja tendrin, e ka fituar pa ligjshëm, jepja s'ka rëndësi. Në momentin e dorëzimit, në momentin e kryespunës, me i marrë edhe lek që ka marrë në këtë rrugë korrupsionit dhe po e paktën puna të bëhet, rrugë të bëhen. Dhe mos pengon rrugë për mënyra partish politike, jo maj jo djathtë. Zoti Pietra, si e vlerësoni punën e Altin Dumanit në krye të SPAK-ut përgjatë mandatit tij, teksa dhe ditën e sotme ka raportuar në kuvend mbi atë se çfarë ka bërë ai në krye të SPAK-ut deri më tani? Tani kjo është unë për veten time e quaj si një lajthitje ata që ngarkojnë me detyrë drejtuesin e SPAK-ut. Pra, të gjitha këto veprime që funksionojnë, që janë të ligjshme, i ka vetëm prokurori i çështjes. Çfarë ka drejtuesi i SPAK-ut me çështjen? Pra, çështja konsiderohet si një sekret profesional i prokurorit çështjes. Në qoftë se prokurori i çështjes do t'i tregojnë drejtuesit SPAK-ut
dhe drejtuesi i SPAK-ut ose prokurori tjetër, do thotë që kjo çështje merr fund pa u filluar. Dhe ligjvendësia ka përcaktuar se cilët janë ata që bëjnë hetimin. A është drejtuesi i SPAK-ut apo është prokurori i çështjes? Nëse ne do shkojmë me këtë mentalitet që drejtuesi i SPAK-ut urdhëron prokurorat, pra është një shkelje e ligjit shumë e rëndë. Nëse ne do themi që kur hedhet shorti dhe i ka ra X-i ose Y, prokurori rrethit mundet me kërkesën e prokurorit, pra mund të shkojë të konsultohet për në një çështje tepër sekrete, por jo se drejtuesi i prokurorisë ka gjandor. Drejtuesi i prokurorisë ka roje të dera, prokurorët ka punojësi tjerë, por nuk ka punë me çështjet të zotëri. Pra, ky koncepti i gabum, sepse kujtojnë ata që pse je drejtuesi i SPAK-ut, ti do kesh gjithë çandor. Jo. Secili ka përgjegjësinë e vet në SPAK. Dhe pyetja e fundit, a mendoni se me ardhjen e kreut të ri do të ndryshojë strategjia e SPAK-ut apo niveli goditjeve ndryshe nga sa ka qenë deri më tani? Pikërisht sa po thash, nuk ka lidhje drejtuesi. Drejtuesi është thjesht drejtues për organizimin dhe marrëvajtjen e SPAK-ut. Po jo për hetimet. Nëse drejtuesi i SPAK-ut merret me hetimet, Shqipëria ka marrë. Atëherë nuk merren nga prokuror, po merren drejtuesat. Pra është nonsens, sepse ligji ka përcaktuar, siç e thash. Po. Jo, duke e cilësuar atë si një fazë të dytë të SPAK-ut, a do të ketë goditje në nivelet e larta nga prokurorët e SPAK-ut, sepse siç e përmendët edhe ju, duhet qartësuar kjo pjesë se çdo prokuror është i pavarur në punën e tij, të paktën kështu presupozohet. Jo presupozohet, ma është saktë kjo. Në SPAK sot prokurori i çështjes heton çështjen e vet brenda kornizë dhe kufive të tij. Ai nuk shkon atje në për kafe dhe thotë që unë sot kam filanin, ose tjetrin. Nuk mund të marrin mendimin njëri tjetrit me emra ose me probleme. Sot asnjë prokuror i SPAK-ut nuk e din çështjet që ka prokurori tjetër. Vetëm ato që i ngjihen në televizor ose në media. Po nëse do arrihet kështu, pastaj ne kot lozim, kot jetojmë në Shqipëri. Zoti Pietra, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.